Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Shirat e dendur të ditëve të fundit kanë shkaktuar rëshqitje të tokës në fshatin Vasjar, ku 3 banesa janë dëmtuar rënd, 2 prej të cilave janë shpallur të pabanueshme. Ndërkohë që Bashkia me Maliaj ka ngritur grupet e verifikimit dhe po kryen vlerësimin në teren, ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për normalizimin e situatës dhe garantimin e sigurisë së tyre. Çifti italian Elisa dhe Nicolo prej 3 vitesh udhëtojnë nëpër botë me rulotën e tyre, duke e kthyer udhëtimin në mënyrën e tyre të jetesës. Këtë vit ata janë dalur në Shqipëri, ku po qëndrojnë prej 1 muaji dhe veçanërisht në Gjirokastër. Të nxitur nga sugjerimet e miqve, ata shprehen se kanë mbetur të impresionuar nga bukuritë, historia dhe mikpritja që kanë gjetur në vendin tonë. Në zonat rurale të Këlqyrës po vërehet një rritje e qëndrueshme interesi të banorëve për të rikonstruktuar shtëpitë e vjetra dhe për t'i përshtatur ato në bujtina. Ky trend po nxitet nga shtimi i vizitorëve vendas dhe të huaj, të cilët kërkojnë destinacione natyrore dhe ambiente autentike larg zhurmës së qytetit. Parku i Virojt në Gjirokastër është kthyer në një oazë pranveror, ku dielli përshkon liçenin dhe hapësirat e gjelbra ofrojnë qetësi. Banorët të rikthejnë ecje tradicionale rreth liçenit, duke shijuar ajrin e pastër dhe momentet e vogla të relaksit. Ju njohim tani më gjerësisht. Shirat e dendur të ditëve të fundit kanë shkaktuar rëshqitje të tokës në fshatin Vasjar, kur 3 banesa janë dëmtuar rënd, 2 prej të cilave janë shpallur të pabanueshme. Ndërkohë që Bashkia me Maliaj ka ngritur grupet e verifikimit dhe po kryen vlerësimin në teren, ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për normalizimin e situatës dhe garantimin e sigurisë së tyre. Rreshjet e muajve, janar dhe shkurt, nuk kanë lënë paprekur edhe fshatrat e Bashkisë me Maliaj. Disa fshatra kanë qenë në fokusin e përmbytjes dhe rëshqitjes së dherave, duke shkaktuar dëmtime serioze në infrastrukturë, por edhe në banesa. Fshati Vasjar është një prej tyre. 3 banesa në këtë fshat janë shndëruar në të pabanueshme. Rrugët dytësore kanë qenë të ngarkuara me inerte, ndërsa kanë patur edhe rëshqitje të dherave, apo edhe ulje të nivelit të truallit në shumë fragmente shtufore. 2 nga 3 banesa që u dëmtuan nga furia e rreshjeve dhe rëshqitjes së tokës sot gjenden në pozitat fillestare. Ato rezultojnë të pabanueshme. Në shpërshë banjën, është karen morin në lartë, edhe duam një ndërhyrje që të vit shteti Bashkia kush do infeston që të vit në ndërtoj. Se kemi 2 muaj pa lartë, pa dush, pa guzhim, pa gje, kemi në halë, shtebem. Kemi të Bashkia do vim sot do vim nesë, ja erdhen, e pa njerë. Kërën rruga poshtë para gjadja, dhe vinën këta Bashkisë e shikojnë, këtu në mbrapa muri mbajtës ishte në regull. Si qikën ata mbas 3-4 orësh, u shembe dhe këtu muri mbajtës. Gjena derva ka rëbata gjithmonë. Gjithë pastrimi rrugët, neglizhimi i njerëzit, kjo është gjithë puna. Në shirat ka shkar, e ku baza poshtë, ka në qkullu jo fkullin jo gjerët. Bashkia me Maliajt nga ana e saj ka dërguar që në fillimet e situatës grupet e verifikimit dhe ka evidentuar pasojat që la pas koha e keqe në banesa dhe infrastrukturë. Ndërhyrja sipas Bashkisë me Maliaj është në plan momentin kur qeveria shqiptare alokon fondet. Banjat e Bënjës në Përmet po kthehen në një destinacion gjithnjë më të kërkuar për vizitorët nga vendi dhe bota. Kjo edhe fal investimit transformues që po kryhet në këtë pasuri të rrallë natyrore. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale pamje nga banjat e Bënjës, që ndodhen rreth 14 kilometra larg qytetit të Përmetit, në njësinë administrative Petran, vetëm 3 kilometra larg nga pika ku lumi Vjosa bashkohet me përrojnë e Lëngaricës. Tashmë në një fazë transformimi të plotë, Rama u shpreh se ky destinacion gjatë kësaj fundjave kishte një fluks të lartë vizitorësh dhe shumë qytetarë zgjodhen të kalojnë kohën mes natyrës dhe burimeve termale. Investimi parashikon krijimin e një zone parkimi të sistemuar, korsi biçikletash, balkone panoramike mbi kanion, hyrje e organizuar, banja publike dhe qendër shëndetësore, duke ofruar standarde moderne dhe duke ruajtur njëkohësisht vlerat historike dhe mjedisore që e bëjnë unike. Aktualisht ka nisur edhe faza e arredimit,
vendosjes së parvazeve të shkallëve dhe shtrimit të dyshemes me dru dekorativ pranë vaskave për një pamje më të bukur dhe në harmoni me natyrën. Zona ofron një përzierje të veçantë mes natyrës së paprekur, historisë dhe aventurës. Krahas banjave termale, vizitorët mund të eksplorojnë edhe kanionin e Langaricës, si dhe urën e Katiut, monument kulture që i shtojnë vlerë trashëgimisë së zonës. Çifti italian Elisa dhe Nicolo prej 3 vitesh udhëtojnë nëpër botë me rulotën e tyre duke kthyer udhëtimin në mënyrë jetese. Këtë vit ata janë dalur në Shqipëri ku po qëndrojnë prej një muaji dhe veçanërisht në Gjirokastër. Të nxitur nga sugjerimet e miqve, ata shprehen se kanë mbetur të impresionuar nga bukuritë, historia dhe mikpritja që kanë gjetur në vendin tonë. Çifti nga Italia, Elisa dhe Nicolo prej 3 vitesh kanë zgjedhur një mënyrë jetese ndryshe nga shumica. Ata udhëtojnë nëpër botë me rulotën e tyre të vogël, që tashmë është bërë shtëpia e tyre lëvizëse. Këtë vit ata janë dalur në Shqipëri, ku po qëndrojnë për rreth një muaj, dhe së fundmi po shijojnë ditët e tyre në Gjirokastër, qytetin e gurt, i cili ka mahnitur me arkitekturën karakteristike dhe historinë e pasur. Siamo in Albania. Kemi rreth një muaj në Shqipëri, prej 4 ditësh jemi në Gjirokastër dhe po na pëlqen shumë. Zgjodhëm Shqipërinë sepse kemi miq shqiptar që na kanë folur shumë mirë për këtë vend dhe vërtet po ndihemi shumë mirë këtu, si për vendet që po vizitojmë, ashtu edhe për njerëzit, të cilët janë shumë mikpritës dhe të buzëqeshur. Cosa ci è piaciuto? Na pëlqen shumë Gjirokastra, qyteti i gurit, qyteti i vjetër është shumë i bukur, po ashtu edhe kala e Gjirokastër. È molto bella la città vecchia. Për çiftin italian, udhëtimi me kamp tashmë nuk është thjesht një aventurë, por një mënyrë jetese. Viaggiare in camper. Ne udhëtojmë me kamper dhe jetojmë në të, kështu që jemi mësuar me këtë stil jete, por Shqipëria është një nga vendet që na ka pritur më mirë si kamperist. Mikpritja këtu ka qenë shumë e ngrohtë. Meglio per via dei camperisti. Noi viviamo in camper. Ne jetojmë në kamper për 3 vitesh, prandaj jemi shumë të mësuar me këtë mënyrë jetese. Megjithatë, Shqipëria është një nga vendet që na ka pritur më mirë dhe kjo na ka bërë të shijojmë edhe më shumë eksperiencën tonë këtu. Ata jetojnë çdo ditë duke zbuluar vende të reja, kultura të ndryshme dhe duke krijuar përvoja unike. Shqipëria, theksojnë ata, është një nga vendet ku janë ndier më të mirëpritur, veçanërisht si udhëtar me rulot, duke e bërë këtë eksperiencë edhe më të bukur dhe të paharrueshme. Në zonat rurale të Këlqyrës po vret një rritje e qëndrueshme interesit të banorëve për të rikonstruktuar shtëpitë e vjetra dhe për t'i përshtatur ato në bujtina. Ky trend po nxitet nga shtimi i vizitorëve vendas dhe të huaj, të cilët kërkojnë destinacione natyrore dhe ambiente autentike larg zhurmës së qytetit. Aktualisht në zonë numërohen rreth 20 bujtina dhe guest house që ofrojnë akomodim dhe shërbime për turistët. Në zonat rurale të Bashkisë së Këlqyrës, po vihet re një rritje interesit të banorëve për të rikonstruktuar shtëpitë e vjetra apo për të ndërtuar bujtina të reja në funksion të turizmit. Ky trend po nxitet nga shtimi i vizitorëve vendas dhe të huaj, të cilët janë gjithnjë më shumë në kërkim të destinacioneve natyrore dhe autentike. Turizmi në Këlqyrë nuk është masiv, por është i vërtet dhe njerëzor, dhe kjo është ajo që e bën zonën të veçantë për vizitorët. Ne kemi potencial të madh turistik dhe bujtinat janë një element kyç për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës për të ruajtur identitetin lokal. Kemi një rritje të guest house-eve për shkak të kërkesës për përvoja autentike dhe natyrore. Vizitori gjen më shumë se sa thjesht fjetje në bujtinat tona. Njihet me historinë e zonës, arkitekturën tradicionale, mënyrën e jetesës së vjetër. Vizitorët kanë një sër alternativash që e bëjnë të veçantë eksperiencën e tyre. Gjithashtu bujtinat janë të rrethuara nga natyra e paprekur, lumi vjoz, gryka e Këlqyrës, malet përreth ideale për relaks. Doja të theksoja dhe ushqimet, kulinaria, të cilat janë produkte bio, gatime tradicionale, dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse turistët preferojnë bujtinat. Vizitori përjeton mikpritjen shqiptare, kontaktin e drejt për drejt me familjen, zakonet, bisedat dhe kulturën, diçka që nuk e gjen në hotelet e mëdha. Aktualisht në zonë numërohen rreth 20 bujtina dhe guest house që ofrojnë akomodim dhe shërbim për vizitorët. Zhvillimi i turizmit rural në Këlqyrë po shihet si një mundësi e mirë për gjallërimin ekonomik të zonës dhe për frenimin e emigrimit, duke krijuar të ardhura dhe mundësi të reja punësimi për komunitetin vendas.
Qendra shëndetësore Dervician Goranzi vazhdon të pres pacientë prekur nga virozat, të cilat sipas bluzave të bardha janë rikthyer këtë periudhë tranzitore dimër-pranverë. Po ashtu te të sëmurët kronik janë shënuar raste me bronkit akut, një infeksion që prek rrugët e poshtme të frymarrjes. Edhe pse dimrin po e lëm pas, virozat stinore janë akoma të pranishme në zonën e Dropullit. Mjekja e qendrës shëndetësore Dervician Goranzi, Neko Rabaj, thotë se i qarkullojnë kryesisht ato respiratore. Kemi një rikthim të virozave, kryesisht virozat më të pranishme janë virozat respiratore. Virozat janë infekcione të cilat shkaktohen nga viruset, të cilat zakonisht prek traktin respirator, mund të prekin dhe sistemin gastrointestinal, por dhe lëkurën. Por të ne më të pranishmet janë në pjesa e virozave respiratore. Simptomat më të shpeshta janë kolla, është tharja e fytit, dhimbja e fytit, është sekrecionet nazale, domethënë pacienti ndihet i bllokuar. Zakonisht kjo është një periudhë që zgjat 3 deri në 5 ditë, gjë që në vlerësimin klinik është shumë e rëndësishme të bëhet një diagnozë diferenciale midis virales dhe bakteriales. Simptomat të tjera pastaj që janë karakteristike në virozat është edhe ethja, por mund të kemi edhe situata subfibriliteti. Gjatë kësaj periudhe nuk kanë munguar as rastet me bronkit akut, të cilat hasen më tepër te personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Rastet e bronkiteve akute kryesisht i kemi të pranishëm në pacientët tanë, por duke përfshirë se janë pacient kronik, domethënë kanë edhe patologjira të tjera shoqëruese, komplikacionet janë shumë të pranishme dhe përkeqësimi i situatës është akoma edhe më domethënë situata sa vetë dhe përkeqësohet, kështu që ata duan patjetër një ekzaminim specifik duke quar në një mjek specialist, sepse mjeku familjes menaxhon virozat jo për pjesën që ka të bëjë me fjalë virozat sezonale, brenda pjesës ambulatore, jo për pjesën që kërkon nevoja specifike nga mjek specialist. Rabaj ndan edhe këshillat që pacientët duhet i vënë në zbatim. Pacientit i këshillohet të i qëndrojnë në ambiente komode, të ngrohta, i këshillohet të marri antipireutikët, siç janë paracetamol, ibuprofen, i këshillohet të marri fiziologjik nazal, për arsye që të zhbllokon rrugët nazale, sepse është një simptom shumë karakteristike, dhe qëndrimi i pushimit. Qendra shëndetësore Dervician Goranzi u shërben 1300 banorëve. Parku i Virojit në Gjirokastër është kthyer në një oazë pranveror, ku dielli përshkon liçenin dhe hapësirat e gjelbra ofrojnë qetësi. Banorët rikthejnë ecje tradicionale rreth liçenit duke shijuar ajrin e pastër dhe momentet e vogla të relaksit, ndërkohë që vizitorët e huaj e ndalojnë për të përjetuar bukuritë e natyrës dhe atmosferën e qetë, duke e bërë parkun një pikë të dashur takimi mes komunitetit dhe turistëve. Parku i Virojit në Gjirokastër është kthyer këto ditë në një nga pikat më të frekuentuara të qytetit. Moti me diell dhe temperaturat e buta kanë nxitur banorët të dalin për shëtitje dhe për të kaluar kohë në natyrë. Hapësirat e gjelbra dhe ajri i pastër e bëjnë këtë zonë një vend ideal për pushim dhe relaks. Gjirokastritët kanë filluar ecje tradicionale rreth liçenit, një zakon që vazhdon prej vitesh dhe që është kthyer në pjesë të përditshmërisë së tyre. Familje, të rinj dhe të moshuar shihen çdo ditë duke shijuar qetësinë dhe pamjen që ofron ky park. Për shumë prej tyre kjo është mënyra më e mirë për të shkëputur nga rutina. Unë e kam vazhduar me kohë dhe po e vazhdoj dhe sot, sepse e di se ç'vlerë ka ecja është jetë, lëvizja është jetë. Unë jam dhe asaj pushe, po pavarësisht dikur lëvizja më shumë, tani mosha ka bërë që edhe lëvizjet janë më të reduktuara, megjithatë ju ja u them të gjithëve që të ecim pafund. Sikur mos e kishim këtë pikë, nuk e di ç'do bëj sepse vetë terreni i qytetit është i tillë që është i vështirë,
është ka më pak mundësi për shembull për të marrë me një aktivitet, sepse dhe lëvizjet e makinave, edhe terreni që ka qyteti shumë i vështirë dhe kjo pikë është një fat i madh që e kemi. Zakonisht vim të diellat, po pensionistë që jemi vim dhe ditjave, kur i shkojemi. Më shumë na pëlqen klima, inshallah të jetë në behar kështu që viroj. Bukuria e natyrore nuk është bukuria që e bërëm nga njerëzit. 2-3 herë në javë vim, edhe në mes jave, siç na bëhet. Ajri pastër, bukuria, liqeni shumë i bukur. Do të thënë kënaqet shpirti të shikosh. Ndërkohë edhe vizitorët e huaj që vizitojnë Gjirokastrën ndalen në parkun e Virojit për të përjetuar natyrën e veçantë të kësaj zone. Peizazhi natyror, gjelbërimi dhe atmosfera e qetë krijojnë një përvojë të këndshme për çdo që kërkon çlodhje larg zhurmës së qytetit. Parku mbetet kështu një pikë takimi mes banorëve dhe turistëve, duke i dhënë qytetit një tjetër vlerë të shtuar. Autori Spiro Thomari ka sjellë për lexuesit romanin e tij më të ri, Shkrirja e Asbergut, një jetë, një vepër sociale që prek historinë e një familje shqiptare ndër vite. Libri u promovua te klubi i krijuesve Jonian me praninë të krijuesve dhe dashamirësve të librit në Sarandë. Shkrirja e Asbergut, një jetë, ishte romani më i ri që autori Spiro Thomari nga Bregdeti i Sarandës ka çuar së fundmi në duart e lexuesit. Një stacion, domethënë, si pritjes që është rezervuar nga lexuesi. Këtij romani social ishte promovimi që ju bë mes krijuesve sarandiot, dashamirësve të librit dhe leximit me nismën e klubit të krijuesve Jonian. Shkrirja e Asbergut të një jete, përjetova jetën e familjes time, të një familje të njerëzve të mi, të viteve 1960-1990, kur u prish sistemi. Për gazetarin dhe poetin Panajot Boli, romanin e bën interesant, tema mjaft specifike, e trajtuar me delikatesë e thellësi, përshkruar nga humanizmi dhe nga dashuria brenda familjes. Romani është si një ndërtesë e lidhur fort me dy shtylla që janë, dy çifte me çatinë e bukur që janë motrat, dhe fasadën me historinë e bukur nga Gjirokastra. Në vështrimin stilistik dhe figuracionin funksional i pa vlerat e shtuara të romanit, kryesja delvinjote Natasha Xhelili. Një nga veçoritë stilistike më interesante është përdorimi i një gjuhe që lëviz mes figuracionit poetik dhe thjeshtësisë së përditshme. Përshkrimet e natyrës, si ai i shiut, i qiellit të plasaritur, krijojnë një sfond simbolik të fuqishëm. Por në çastet e përsijatjes personale, gjua bëhet e drejtë për drejtë. Nuk kemi fjali të ndërlikuara filozofike. Kemi mendime që rrjedhin natyrshëm, sikur të ishin të folura me zë të ulët. Pikërisht ky kontrast mes figuracionit të ngarkuar dhe ligjërimit të shkujdesur krijon një tekst në dy nivele. Ndërkaq, kryesi Behar Maze tha se romani është një kontribut për të vënë përballë humanizmin e atyre viteve me qëndrimet individualiste që prodhon koha e sotme. Ngjarjet që trajtohen janë problematikë shoqërore të viteve 70 dhe i ka vendosur qoftë në qytetin e Shkodrës, qoftë në rrethinat e Durrësit, dhe pjesa më të madhe ka vendosur ngjarjet në qytetin e Tiranës, dhe mua më vjen mirë që Kik është ndalur dhe tamam duket që është edhe edukator vet, po merr pjesë me të vërtet shpirtërisht nëpërmjet faqeve të romanit, e ka vënë në epiqendra të shtëpinë e fëmijës si një streh dhe kujdesi, përcillen dhe mesazhe edhe për të sotmen. Romani fundit është vlerësuar edhe nga krijuesi Xhevdet Ahmeti e Ibrahim Didani, ndërsa pjesëmarrëse në promovim ishte edhe Lumturia, një prej personazheve reale të romanit. Unë jam një nga personazhet real, me Spiron jam njohur rastësisht dhe kemi prezantuar deri diku ngjarjen, ku brenda ka futur të gjitha problemet që brenda në të jep gëzimin, hidhërimin, vazhdimin e jetës, pozitivitetin për vazhdimin e jetës. Romani Shkrirja e Asbergut të një jete është i 20 në radhën e botimeve në poezi e në prozë që mbajnë firmën e autorit Bregdetas Spiro Thomari.
Studio ligjore dhe përkthime zyrtare Doka ka festuar 2 vjetorin e hapjes me një ceremoni të posaçme ku administratorja Stella Doka falenderoi komunitetin për besimin dhe mbështetjen në këto 2 vite. Studio e njohur për profesionalizmin dhe shërbimet cilësore ligjore e përkthimore. Është zgjeruar tashmë me 2 filiale të reja në Durrës dhe Hanover të Gjermanisë, duke u afruar edhe më shumë me qytetarët brenda dhe jashtë vendit. Studio ligjore dhe përkthime zyrtare Doka ka festuar 2 vjetorin e hapjes në një ceremoni të veçantë ku janë mbledhur bashkë klient, bashkëpunëtor dhe përfaqësues të komunitetit. Në 2 vite aktivitet, kjo studio është shndëruar në një pikë referimi për shërbimet ligjore dhe përkthimet me vulë zyrtare, fal profesionalizmit dhe besimit që ka fituar tek qytetarët. Gjatë fjalës së saj përshëndetëse, administratorja Stella Doka falenderoi komunitetin për mbështetjen e vazhdueshme dhe tregoi se zgjerimi i shërbimeve ka qenë një objektiv që tashmë është konkretizuar me sukses. Ajo shtoi se prioritet mbetet rritja e standardeve dhe inovacioni në ofrimin e shërbimeve ligjore, duke garantuar transparencë dhe korrektësi për çdo klient që i drejtohet studios. Ky 2 vjeçar ka qenë i mbushur plot me sfida nga më të ndryshmet. Disa sfida ka qenë të llojit të paperceptueshëm më parë, disa sfida kanë qenë ato që më kanë motivuar që unë të ecja akoma më përpara të bëhem sot kjo që jam, gjithmonë fal mbështetjes dhe përkrahjes të qytetarëve të qarkut të Gjirokastër. Planet tani për tani, domethënë janë brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë, siç operon tashmë studio ton, por në të ardhmen kam plan që të hap dhe një filial tjetër të studios Doka në qytetin e Janinës të shtetit të Greqisë. Studio tonë marrin përsipër çështjet penale, administrative, civile dhe familjare, pra të gjitha llojet e çështjeve, se gjithashtu edhe përkthimet zyrtare të licencuara të njohura në të gjitha institucionet jashtë e përlla territorit të Republikës së Shqipërisë. Sot studio operon jo vetëm në Tiranë, por edhe me filiale në Durrës dhe në Hanover të Gjermanisë, duke ofruar ndihmë të specializuar për qytetarët brenda dhe jashtë vendit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.